Unë mendoj se ju njoh juve nga diku. Ku ju kam parë më parë? Jo, nuk është e mundur. Ti i ngjan shumë nënës tënde, po të shikja një herë, unë do t'ja jepja me një herë këtë lajm babait tënd. Do t'i thoja që ja gjeta vajzën. Shpirti im, të lutem më fal ti mua. Zbrita pak me vonesë. E di xhaxha yt e arrestuar. Ai akuzohet për rrëmbimin tënd. Dhe familja e tij e besoi këtë. Kjo është arsyeja pse krahët tan janë thyer. Haxher Möller, ti e me mua. Eja. Nizamejupoglu. Ndalati. Nizamejupoglu, dil jashtë, dil. Qëndra larg. Largohuni, më lëshoni. Mos u afro. Largohu. Nizamejupoglu, dil jashtë. Në rregull, lëreni. Unë jam këtu. Në rregull, Xhipkin, çfarë po bën djalë, je ideur apo diçka tjetër? Çfarë nuk jam ideur, po nuk jam mirë. Jam shumë i çmendur, Xhemal. Më lër. Në rregull, vlla, qetësohu, për hir të Zotit qetësohu. Vlla Tasin. Thuaj Nizamejupoglu të dal jashtë. Thuaj Nizamejupoglu të vi përballë të mua. Hajde vlla. Xhemo. Vlla, qetësohu. Më shiko mua, ai do të vi këtu. A e di e për mëkatin e burrit tënd? Burri im nuk ka bërë asnjë mëkat, vëlla. Ti nuk e hodhe vajzën time në plekra, apo jo? Ah, turp për ty, vëlla. Pse do ta bëja një gjë të tillë unë? Mirë më harro mua, unë jam e huaj. Por Menderesi, ai është vëllai yt. Përse do ta bënte ai këtë? Asmije! Të gjitha provat tregojnë për burrin tënd, vllain tim. Ai bastardi që bleu vajzën dhe dha deklaratin e tij. Burri yt ka një gjykim nesër. A gabuan edhe policia dhe prokuroria? Ata e kanë gabim, por jam e sigurt se nesër gjykatësi nuk do të jetë i gabuar, vëlla. Unë i besoj burrit tim. Kështu që unë do të hesh dhe do të pres me durim burrin tim këtu. Ha, shtëpia është e jotja, vendimi është i yti. Nëse më dëbon, do të shkoj. Ti e kunata ime, je nderi im, nuk mund të dëboj. Por nëse gjykatësi i gjen provat e mjaftueshme dhe vendos të arrestoj burrin tënd, atëherë ti do të shkosh në fshatin tënd. A do të shkoj në fshat? Po, do të shkosh në fshatin e babait tënd. Në rregull. Por nëse nesër lirohet Menderesi, ti a do të më kërkosh falje mua? Çfarë ndodhi Taksim? Duhet të vishte dera, zotrin Nizam. Mirë, të shkoj. Mirë, më lër, largohu nga unë, në rregull. Po mirë, qetësohu, do të flasash me të. Në rregull. Tani më lër, largohu. Thjesht fol, qetësohu. Më lër. Qetësohu, të lutem. Pse ke ardhur këtu në këtë orë dhe po bën buj, ha? Ora gjallë. Ha? Mirë, më lër shkoj tash. Mirë, qetësohu. Në rregull. Erdha për të marrë motrën time, zotrin Nizam. Do ta çoj tek motra e saj. Nuk mund ta çosh askund. Vajza ime nuk mund të dalë nga kjo derë kur ka një person të armatosur jashtë.
Ky vrasës me pagesë u punësua nga vëllai yt Menderesi për të vrarë barbarin. Vëllai yt la motrën time invalid. Për çfarë po flet ti? Merxhani do të mbetet invalid? Shive, ti nuk di asgjë fare për këtë. A kështu do ta mbrosh Gylajshën time? Mirë, mund të mos di asgjë. Por të gjithë do të paguajnë për ata që kanë bërë. Askush të mos dyshoj për të. Si do ta bësh këtë? Si do ta bësh këtë? Ti ushqen kunatën tënde në këtë shtëpi, e cila hodhi vajzën tënde në plehra. Si do ta bësh ata të paguajnë për këtë? Të gjithë do të paguajnë për atë që kanë bërë. Çfarë do të bësh ti? Ti nuk mund të bësh askënd të paguaj për asgjë. Ti mund të qëndrosh vetëm para meje dhe të më kërcënosh, të më kërcënosh. I vetmi që do të bëj të paguash jam unë dhe askush tjetër. Dhe ai poshtri Menderesi do ta paguaj dënimin. Do ta shkatroj jetën e tij. Unë do ta shkatroj jetën e tij. Mbaroj. Gjithçka ka marrë fund. Jeta juaj ka mbaruar. Merë atë. Ai nuk do të endet më në zonën time. Mirë, Xhaxha Nizam. Ja, vajzë. Ore, Zipkin, pse po kërcënon me vrasjen ndërsa policët janë këtu? Heja, qetësohu. Mirë, qetësohu. Në rregull. Hajde. Ali, po qanë sepse nuk kam vdekur. Mergjani, më kape papritur. Kam qenë shumë i friksuar, Mergjan. E di. A din se çfarë më friksoi më shumë? Sepse ti dikur më the, puna jon është që të duam njerëzit. Vetëm Zoti e di nëse do bashkohemi përsëri. Ne vërtet e duam, ka dashuri fal Zotit. Por kisha shumë frikë se nuk do të takoheshim asnjëherë më. Unë si mund të qëndroja në spital, Ali? Pa dokumenta? Ky është spitali ku ka qëndruar Sabiti. Zotri Nizam e rregulloi. Familjet ku janë? Zotri Nizami donte Gylajshe dhe Sabiti të qëndrojnë në shtëpinë e tij derisa të kape ai mashtrues pasi të plagos. Ali, por në atë shtëpi jetojnë Menderesi dhe Nazi. Menderesi u dorëzua.
Ti mos u shqetëso, gjithçka është në rregull. Dhe Barbari është atje. Tani... Ngyleshin as zgjodhi neve, po... Po si kur doj të qëndroj me babajin e saj kur ta shoha të pasuri. E ke parë ndonjëherë vajzën tonë të fiksuar pas parave, Merxhan? Nuk e kam parë, jo. Por nuk e di, është njeri. Kam frikë se mos e humbas atë. Në një shumë mirë atë frikë, Pamela. Ali, le të kalojmë tek tema kryesore. E çfarë është ajo? Në ambulancë. Kur të thash që nuk i ndjeja këmbët, dhe ti the se ishte sepse sapo më kishin qelluar. Por unë ende nuk mund t'i lëviz këmbët. Nuk dhe eci kurma, apo jo? Daj. Çfarë ndodhi, Nazmie? Çfarë ndodhi? Në katin e poshtëm është Ferri. Lara pothuajse më njohu mua. Ky zipkini jetimu përpoj të hynte në shtëpi. Nëse nuk do të ishte nderi, vëllai do të më kishte dëbuar tashmë. Daj, të lutem, heshte Suatin dhe gruan e ti, pastaj ndrysho deklaratën tënde. Shiko, me ndresi nuk do të ndalet, po sikur edhe vrasësi i ti të mos ndaloj. Merxhani është paralizuar. Po sikur ti ndodh diçka Barbarosit. Mos u bëj shkak ti. Nëse vazhdon kështu me këtë ritëm, unë do t'jem vrasë si burit tënd. Shiko, mos thuaj që nuk të paralemrova, atëherë mos e ja tek unë duke qarë dhe të pyesësh pse e vrava burin tënd. Kuptove? Bir. E anën. Tezja Shirin? Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, bi. Barbari më befason vazhdimisht të ditë. Faleminderit për ti. Urdhëroni, e janë brenda.
Aj, më falë, Tezja Shirin. Nesër është seanca gjyqësore, më duhet të punoja. Sare, mos i largo ato. Mos u bëj që sharak barbar. Nuk mundet kështu para mysafirit. Tezja Shirin nuk është mysafire. Është e dyshuar. Çfarë? E dyshuar? Njihu me të. Me një person tjetër që do t'i kërkosh llogarinë në gjykatën e nesërme. Ai që e vodhi Lara e Jupoglu nga djepi i saj. Shirin Tunali. Çfarë thua ti barbar? Çfarë do të thotë kjo? Sinqerisht prokurore e kam pyetur shumë herë, por nëna ime nuk më tha. Ndoshta ajo do të tregoj ty. Tezja Shirin. A është e vërtet? Kjo është përgjigja e saj e vetme, duke qarë. Ti eja me mua, barbar. Eja. Me që ajo nuk flet nga e diti se ajo e bëri këtë, nga e qara e kuptove? Qatalli i poshtër ma tha këtë. E pyeta nënën se me çfarë e kërcnojnë. Ajo hesht, nuk përgjigjet. Atëherë, e pyeta se si u njoh me Qatallin. Prap hesht. Thot se po më mbron nga një ferr më i madh. Do të shmendem. Merxhani është në spital për shkakun tim. Ajo është e paralizuar. Sare, shiko, nëna ime po më fsheh një sekret më të madh. Dhe sa për Gylajshen, ajo nuk di asgjë. Ajo thjesht më beson. Si nuk i tregove asgjë Gylajshes? Do t'ja them sonte. A do ndahet me ty kur ta kuptoj këtë? Nuk e di, Sare. Gylajshja nuk fajson askënd për shkak të familjes së saj. Askënd. Por sa herë që të më shoh, mund të thot nëna e tij më ndau nga nëna ime. Nuk e di, do të shohim. Nëse është e nevojshme do t'i themi lam të mirë. Barbar. Hë? Nëse nëna jote është e dyshuar, Atëherë do të më shkarkosh nga rasti, e di. edhe ti do të tërhiqesh, ashtu? Zyrtarisht, po. Kështu mendova edhe unë tashmë. Mos më pengo shumë në punën time, për ndryshe do të shtyp. Policët janë rrugës. Ata së shpejti do t'jenë këtu, për të t'arrestuar. Gylajshe? Nuk ka diçka të keqe, apo jo? Jo, gjithçka është në rregull, sa mua sa po më thirrë vëlla Aliu, motra Merxhan që ka mirë po vlet tani, fal Zotit e pas kam mbijetuar pra. Por ti ende nuk erdhe këtu? Kam edhe një gjë të fundit për të bërë. Do të vi kur të mbaroj. Barbar, eja shpejt në rregull. Më vin në mend gjëra të tmerrshme tani, po çmendem këtu e vetme. Si ashtu? Çfarë të vjen në mendje ty? Nëna ime dhe unë. Barbar. Tja mendon se nëna ime më mori në krah dhe eci me mua në për këtë kopsht? Ajo nuk mundi. Ishte shumë ftohtë kur ti linde. Më kujtohet gjithmonë se si motra Bahar që ndronte pranë krevatit tënd. Krevatin nga i cili më rëmbyen. Pikërisht, krevati nga i cilit kanë rëmbyer. Ai si do qoftë në rregull. Ti eja shpejta mundet? Mirë, mos u mërzit. Në rregull? Barbar, kush është ajo? Nëna ime. Nëna jote?
A pse nuk më tregova mua dhe unë po qaja këtu në telefon? Ktheje ta përshëndes të paktën. Kejza dashur, përshëndetje. Përshëndetje, vajzë. Ashtu unë kërkoj falje nga ju. Sa po thash këtë gjë tani. Po ju pse po qani? Ti ngjan shumë në sënde, vajzë. Edhe ju e njënit në nëntim, apo jo? E drejt më tha Barbari se ju keni jetuar këtu. A do të vini ju të dy këtu? Gylajshe, më the të vi shpejt atje, por ti fillove të flasësh me nënën time. Do të dalë së shpejti, jam me Saren. Ai Barbar, pse nuk më lejon të flas me të në rregull? Kthej telefonin, do ta përshëndes edhe Saren një herë, atëherë mund ta mbyllësh. Në rregull, mere, do të flas me ty. Përshëndetje, Gylajshe. Përshëndetje. Sare? Njeri i dashurisë, përshëndetje. Përshëndetje e dashur Sare. Ti je ai që do, apo jo? Unë jam dyshues i shqetësuar dhe çfarë tjetër kishte? Mizore. Ha, po, pikërisht kjo. Është dashuri. Ore Sabit, o Sabit. Edhe në këtë gjendje me bën të qesh, të lumt. Çfarë do qoftë, ndaloni se foluni për dashurinë tuaj. Hajde miru pafshim, me ratë. Miru pafshim, hajde. Hajde miru pafshim. Do shihemi nesër në gjykatë prokurore. Miru pafshim. Barbaros, a mund të të përqafoj një herë para se të largohesh? E këtu. Do të flesh në dhomën e babait tënd sonte. Nuk ishte fare nevoj. Unë mund të qëndroj në dhomën e miqve me vëlla Sabitin. Unë do të qëndroj me Sabitin. E kur qëtë gati, do të shkosh në dhomën tënde. Tani e rrytër as shumë, nuk do të përshtatet më ai krevat. Ne do të përgatisim një dhomë të re. Nuk ka nevojë të përgatis një dhomë të re. Unë nuk jam këtu për gjithmonë. Lara. Gylajshe. Emrim është Gylajshe. Natën e mirë. Dëgjoj. Për hir të Zotit, mos u zemro me mua që të srolla këtu me forcë. Kur ajo armë shpërtheu sot, u tremba se mos të humbas. Sigur të kishte goditur ai plumb. Sigur të kishte goditur ai plumb. Ja çfarë nuk e kupton pra. Më mirë të më kishte goditur mua ai plumb se sa motrën time. Ti po më ndan nga ata për të cilët do të vdisja unë.
5 minuta. Vetëm 5 minuta. Të lutem. Të hysh në atë dhomë dhe të qëndrosh atje për 5 minuta. Dua ta ndjesh vetmin që kam jetuar për 23 vjet. Për hir të Zotit. Për hir të Zotit, hyr. Vajza ime? Sonte, jam I sigurt se do të ndroj nënën tënde. Është hera e parë që ajo do të zemrohet me mua. Ajo do të pyes pse të mërzita. Ajo do të pyes, a e ke kërkuar vajzën time për 23 vjet vetëm për ta mërzitur? Edhe unë do t'i them. Doja që vajza ime të studionte ashtu si ti. Por ajo nuk ka as diplomë të shkollës fillore. Vajza ime do doja që edhe të ketë një karrierë ashtu si ti. Por ajo nuk ka as një kartë identiteti për të kërkuar punë. Ti mund të kishe një jetë tjetër, bi.
Jam shumë i zemruar me zogjt e rrugës që të kam privuar nga kjo. Jam i zemruar me Menderesin. I zemruar aq shumë sa jam gati ta vras. Por unë jam i zemruar edhe me zogjt e rrugës. Shumë. Edhe unë jam e zemëruar. Por ata janë familja ime. Unë i dua shumë ata. Ata më kanë rritur mua. Edhe unë të rrita. Edhe unë të rrita ty. Të kam rritur në këtë dhomë. Çdo ditë për 23 vjet. Do të vija të ulem këtu. Edhe do të merrja nga djepi. Të dërgova në shkollë. Do të kishe një profesion. Ndoshta do të bëhesh edhe nusi. Dhe unë do të zemroheshem edhe në tim. Sepse ai të largohi nga unë. Pastaj, do të vija sërish në këto dhomë dhe do të gjeja ashtu si ditën që të humba në këtë krevat fëmijësh. Atëherë do të filloja të rritja edhe një herë. Njëzet e 3 vjet të dashur dhe 3 vjet çdo ditë. Por tani, herë të parë pas 23 vitesh, kë krevat fëmijësh është bosh. Ti je këtu. Për atë Zotë, lutem më kupto. Me në vërtet do doja që e krevet të mos ishte bosh. Do doja që askush të mos më merte nga ty. Që të mund të rritesh duke qenë vajza jote Lara. Me në vërtet, shiko, do të më pëlqente shumë. Por kjo nuk më ndodhi. Unë jam rritur si një gylajshe e cila u rrit nga zogjt e rrugës. Dhe nuk do të ndroja këtë me asgjë. Ti e kërkoje Laren, por e gjete gylajshen. Gylajshe nuk ka identitet. Nuk ka as një diplom. Nuk ka as para. Ajo nuk ka as këpuc madje shumicën e kohës. Por ajo ka 3 vëllezër të mëdhej. Madje ka edhe një motër. Edhe ti nëse më jep mua gjithë botën, unë nuk do t'i lë ata asnjëherë. Nuk do të mundem.